Po çfarë duhet bërë në këtë rast? Çfarë hapash duhet ndërmarrë, po themi organizatorët e protestës, por edhe protesta në tërësi? Po, patjetër. Tani, që nga dita e parë të protestave, edhe mase ta filloj një pak se si gjendën unë aty në protest apo në organizim. Unë shumë njerëz të atyre organizatorëve, aktivistëve i njoh sepse kam qenë vetë aktiv në protesta, kam qenë për shembull të pastrimi i Zvërnecit para disa vite. Unë kam qenë aktiv, po nga që jam emigrant, patjetër që s'kam qenë në çdo protestë, çdo aktivitet, por kur kam pasur mundësi, kur kam qenë në Shqipëri, unë jam bërë edhe unë me ambientin, kam bërë filmime, kam bërë xhirime, domethënë unë disa njerëz prej tyre i njoh. Prandaj unë në fillim që nga java e parë jam involvuar. Po ashtu unë kam 6 vjet që aktivizohem në një lëvizje që quhet anti-establishment. Domethënë këto idetë që sot po i nxjerr sheshi, që ky është një duopol, Rama Berisha dhe duhet të goditur të dy, edhe po goditet vetëm njërin. Domethënë nuk e ndryshon sistemin, unë kam 6 vjet që merrem me një grup njerëzish që merrem eksaktësisht me këtë. Prandaj unë, përveç se njoh organizatorët e protestave, unë jam ftuar edhe në shumë tryeza, diskutime. Mos më pëlqen shumë fjala, po intelektualë, çdo njerëzish me një background të caktuar, të cilët më kanë ftuar ose kanë ftuar tryeza më të mëdha, ku kemi diskutuar cila është rrugdalja ose cili është hapi i radhës që duhet të marrë protesta. Fatkeqësisht një pjesë e grupit organizativ të protestave ka qenë stoik, thash edhe një herë, o nga mosdia, o nga frika, ose sepse janë bllokuar qëllimisht nga brenda nga disa persona të caktuar. Edhe këto tryezat, çfarë kanë arritur deri më sot, që nga ky grup i mas janë 30 apo 40 antar ose nismetar të grupit organizativ të protestave. Nga ky grupim 30-40 persona, më të arsyeshmit, më të pastërtit, edhe më të logjikshmit, i kemi involvuar në shumë diskutime, në shumë tryeza. Edhe një pjesë e grupit organizativ të protestave është bindur që protesta në vetvete nuk do sjellë ndryshimin pa u organizuar edhe pa bërë ato hapat që për shembull thatë edhe ju. Ky është sot status quo. Kemi një pjesë të grupimit të protestave i cili është stoik, thash edhe njerë, a ka frikë, a nuk di, ose është i infiltruar për ta mbajtur stoik, dhe kemi një pjesë të grupimit organizativ të protestave, i cili do të bëj hapjen shumë të rëndësishëm të organizimit. Edhe ky grupim quhet ose njihet tani si grupi punës për krijimin e kuvendit kombëtar qytetar. Edhe unë bëj pjesë të ky grupimi i dytë. Çfarë do të thotë kuvendi kombëtar, se duket si një nizme e cila është komplet jashtë kushtetuese, është një nizmë që duket sikur vjen nga rruga, po themi, dhe nuk tenton që të hyjë brenda sistemit kushtetues. Po, tani çfarë është ky kuvend kombëtar qytetar? Në fillim shoqëritë, se unë vi nga, si background, vi nga psikologjia sociale dhe kulturore. Shoqëritë, institucionet që i kemi në çdo shoqëri perëndimore dhe ligjet dhe kushtetutat që janë pak a shumë të ngjashme në perëndim, ne i marrim si të mirë qëna dhe nuk pyesim veten nga vijnë. Një ditë njerëzit e kanë realizuar, shoqëritë e kanë realizuar që pa organizim ne nuk mund të ushqyehemi, jo të bëjmë lëvizje shoqërore zhvillimore. Kështu që një ditë njerëzit janë grumbulluar edhe kanë vënë sa rregulla se si të organizohemi. Edhe nëse kthehemi në Shqipëri dhe të kombi ynë, te ne ka qenë traditë grumbullimi i odave të burrave, të lidhjeve, të kongreseve, të beslidhjeve, nëse çojmë në rangun më të lartë. Domethënë, ne kemi në gen edhe në histori që kur vjen një rrezik i madh, që është shumë i madh, edhe ne vetëm individualisht nuk e mundim dot,
ne bëhemi bashkë për një kauzë të caktuar në shumë raste të historisë, për shpëtimin e kombit shqiptar, ne bëhemi bashkë, vëmë ca rregulla se si të bashkëpunojmë, edhe pastaj veprojmë. Dakor, po jetojmë në tjetër kontekst politik. Patjetër. Instinktivisht duket si një shpikje nga vjen kjo. Kjo vjen nga historia e njerëzimit, dhe nga historia jonë kombëtare. Do njerëzit bashkohen. Tani pyetja është kjo që keni ju dhe shumë të tjerë. Ore, dakord, ne kemi një kushtetutë, ne kemi institucione, ne kemi një parlament shqip kuvend. E kemi ne. Domethënë shoqëria jonë në një formë ose tjetër e ka krijuar këtë, e ka bërë këtë stazhin e zhvillimit që e ka marrë çdo shoqëri. Jemi dakord me këtë po? Pse na duhet kjo tjetra? Okej, tani vim te pyetja për mendimin tim më të rëndësishme. Përse ekziston protesta? Pse vijnë njerëzit në shesh edhe pse duhet të krijuar një kuvend i ri kombëtar qytetar? Sepse ne shqiptarët, edhe unë besoj një përqindje lartë e shoqërisë tonë, bie dakord nëse thëmë se ne shqiptarët nuk jemi të përfaqësuar nga i parlament. Pse nuk jemi? Sepse për mendimin tim, ju disa herë përmendët fjalën politik. Për mendimin tim ne nuk jemi në politik, ne jemi në parapolitik. Pse? Unë PS, PD nuk i shoh si parti, unë i shoh si dy çeta të cilat kanë kapur çdo institucion. Si në qeverisje, si në opozit, edhe ai është një institucion shumë i rëndësishëm në vete, janë dy çeta të cilat ndajnë plaçkën e quajtur Republika e Shqipërisë. Ne nuk jemi këtu në politik. Si do t'i shbëni këto dy çeta, qoftë Edi Ramën, qoftë Sali Berishën? Po besoj do të thënë deri tani jemi dakord ose ju jeni dakord me argumentimin tim pse duhet kuvendi dhe nga vjen kuvendi. Jemi dakord diku argumentativ deri tani? Nuk është çështja që ne të dy jemi dakord. Ideja në këtë rast është që si do të arrijë ky kuvend kombëtar që të futet brenda shinave të kushtetutës, pra brenda shinave të sistemit. Sepse duket si një lëvizje antisistem, por jashtë sistemit. Pra do të kërkoj zhbërjen e kushtetutës dhe të vendos një kushtetutë të re, do të jetë një Magna Carta siç e bën anglezët, apo ka një lloj qëllimi tjetër? Okej, pyetje shumë të mira. E para është kjo, siç thash unë, e kemi këtë parlamentin i cili shpesh emërtohet si parlamenti i krimit, parlamenti zezës, edhe mos ta përsëris më shumë. Do kemi këtë parlament i cili ka dalë nga këto kryesisht nga këto dy çeta. Tani kuvendi kombëtar qytetar do ja vëri pasyrën në sytë e publikut shqiptarëve që shiko, ne nuk do ngrem parlamentin i cili ka ardhur nga koalicioni i qelbësirave të Edi Ramës, po do ja vëmë përballë kuvendin i cili vjen nga koalicioni i të mirëve. Domethënë kuvendi kombëtar qytetar nuk është thirrur deri më sot. Edhe kjo keq kuptohet nga njëherë pa dashje, nga njëherë me dashje, nga disa burime. Ne jemi grupi punës për ta krijuar këtë kuvend. Edhe kuvendi ka disa qëllime. E para, siç thash, të mbledhë më të mirët, më të përgatiturit, më të pastërtët. Domethënë në çdo lloj fushe të bëjë një përzgjedhje të kulluar, të mirë, për t'ia vënë përballë përzgjedhjes e zezë që kemi sot në parlament. Do thoni, okay, shumë bukur. Pra që do të thotë do të shkojë drejt një informacioni politik. Ja, do vi aty. Domethënë, ju do thoni shumë bukur, Evaristo, keni gjetur 150 apo 300 shqiptarët më të mirë të botës, jo vetëm në Shqipëri, edhe në diasporë, kemi gjetur, është ky qëllim në vetvete. Ky është një hap i parë. Çfarë bën ky hap i parë? Ky, sipas mendimit ton, do rrisi besimin edhe pjesëmarrjen në protestë. Sepse deri më sot protesta nuk ka një rrugë se si do e bëj, se si do e rrezoj sistemin. Ky është vetëm hapi i parë, që shiko, kemi njerëz të besueshëm, edhe këto njerëz nesër mund i keni në qeveri, mund i keni në parlament, edhe mund i keni në qeveri, që kërkesa që vjen nga sheshi, Shqipëria e re,
edhe duam njerëz të mirë në parlament, kërkesa të mishërohet edhe të vizualizohet me njerëz konkret, mos të mbeti teori. Ky është hapi i parë. Tani do thoni, ok, shumë bukur, është një realizim në vete, por çfarë ndodh pas kësaj? Pas kësaj, ne shpresojmë që patjetër që kjo do sjellë rritjen e protestës, edhe nuk do sjellë vetëm besim edhe rritje, por këto njerëz nuk do jenë kukull, nuk do rinë kot. Këto do jenë njerëz të kushtetutës, të ligjeve më të ndryshme të shoqërisë, edhe do bëjmë patjetër kërkesa adapte për çdo pikë që sistemi sot ka kapur edhe nuk e çliron. Domethënë do bëj ligje, propozime për ligje, do ketë një program të tërë se si ngrihet Shqipëria nga e para. A duam Shqipërinë e re? Duhet një kushtetutë e re? Po kush do e bëj? Kjo është një kërkesë që bëhet shpesh, duam një kushtetutë e re, po kush do e bëj? Edhe Kuvendi Kombëtar Qytetar qëllimi i parë ka këtë, të gjej njerëzit edhe të shkojnë në akt veprim, jo në akt kërkesë, në akt veprim për t'i parapri çdo lloj lëvizje që mund të vi. Çfarë është lëvizja e parë? Lëvizja e parë është duke rritur presionin nga besimi që kemi gjetur njerëzit më të mirë, edhe këto nesër mund të hyjnë në parlament, mund të krijojnë qeverinë tranzitore apo teknike, domethënë akti i parë është të shohim shqiptarët a e pranojnë kuvendin edhe a pranojnë njerëzit që do i paraqesim. E para. Edhe ky presion në rritje, a do shkoj në rritje mbi 20 qershorin, ku mund të vinë në Tiranë 200 apo më shumë se 200.000 shqiptar, edhe ky presion i rritur, a do sjellë diçka? E zëm se nuk sjell diçka. Edi Ramës nuk i duhet fare sa vin, kush vjen, pse vin, ai vazhdon të jetë në qeverisje. Çfarë do bëni pasaj, besoj, do thoni.